Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot, sot do bëjmë parashikimin për muajin korrik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, sepse ende s'ka përfunduar, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju ftoj të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente. Por këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendente në shenjën e luanit. Atëherë shohim energjinë. Dhe doli energjia juaj shumë e bukur, një energji fantastike. Java e parë, jemi te karta e të dashuruarve, kemi që është energjia e binjakëve, jemi te energjia e shenjave të ujit dhe energjia e shenjës së demit. Ju mund të keni ascendente në oceanin në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Shoh që vjen një dashuri e madhe që në fillim të javës te ju. Për gjithë ata që janë të lirë, shoh një njohje, një takim me një person dhe do jetë një person që do të takoni në një festë, në një ambient që ju do dilni me shoqërinë tuaj dhe këtu flasim për grupe të vogla njerëzish. Dhe shoh që është një person që ju do ndjeni shumë të dashuruar që në momentin e parë me njëri tjetrin. Dhe ju shoh që ju do jeni duke studiuar ose duke analizuar këtë person. Do besoni te intuita juaj në lidhje me këtë njohje që do keni, por ndërkohë ju shoh që do jeni edhe shumë sekret. Nuk do dëshironi ta ndani me persona të tjerë këtë njohje që do keni gjatë javës së parë. Për një pjesë tjetër, ju shoh më të konsoliduar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do jeni duke dalë, duke festuar. Gjatë mesit të javës, ndoshta shkoni dhe me pushime, por në fund të javës ju shoh që ju keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar, do fusni besime të reja në lidhje me marrëdhëniet tuaja, por edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike shoh. Do keni të bëni më tepër me grupe njerëzish në shoqëri. Ju do keni sharm, do keni shkëlqim, do dalloheni gjatë këtij muaji në lidhje me shoqërinë tuaj, në grupe njerëzish ku ju do jeni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e karrocës, të gafores dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit përsëri. Ju shoh në fillim të javës, ju shoh që do keni kundërshtim mendimesh me këtë person. Ndoshta për një udhtim, në lidhje me një udhtim, ndoshta ky person do doj të shkoj diku, të shkoni në një udhtim dhe shoh që keni kundërshtim mendimesh. Gjithsesi, unë shoh që do ta bëni këtë udhtim në mesin e javës, por ju shoh pak sekret, domethënë, sikur mbani një sekret ose do mbani sekret këtë udhtim që do bëni. Në rastin tjetër, mund të jetë një person që ju ndjek për pjesën tjetër në mënyrë sekrete. Ose ju do keni të bëni me një person që është shumë sekret gjatë javës së dytë. Për pjesën tjetër, shoh që do keni disa tensione, mund të jenë në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose edhe kundërshtime idesh te vendi punës, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por gjithsesi në mesin e javës ju do të jepni drejtim çfarë do lloj çështje që mund të keni, sepse shoh që jepni një drejtim më të mirë. Kjo mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet tuaja. Për pjesën tjetër mund të keni kundërshtime me familjen, sepse e shoh më tepër me familjen. Ose edhe në lidhje me çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin. Gjithsesi shoh që do jeni shumë sekret në fund të javës, ose ju do mësoni një sekret, ose ju do jeni sekret, do zbuloni diçka sekrete, por kjo do ketë lidhje gjithmonë ose me institucionet shtetërore, ose me dokumentat, ose në lidhje me studimet, në rastin tjetër me familjen tuaj. Gjithsesi, është një javë e mirë. Pavarësisht këtyre situatave, ju do arrini të jepni një drejtim më të mirë çështjeve dhe situatave që do keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë në javën e tretë, ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me këto situata, ndoshta me disa tensione, me diçka sekrete që do zbuloni, dhe ju shoh që ose në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja, me çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin, dhe shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me diçka. Por gjithsesi unë shoh që ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht. Do ndryshoni këndvështrim. Ndërkohë një pjesë tjetër duhet keni pak kujdes me shëndetin tuaj gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh në mesin e javës, shoh që ju refuzoni diçka. Mund të refuzoni që të bëni durim akoma në lidhje me një njohje që ju dëshironi ta çoni para, sepse shoh që keni kundërshtim mendimesh me këtë person. Në rastin tjetër, mund të jeni përqendruar aq shumë te gjërat tuaja dhe ndoshta nga që keni kaluar dhe gjëra të vështira, edhe pse i shikoni gjërat pozitivisht, ju nuk shikoni një mundësi, një ofertë që do t'ju vinë në lidhje me dashurinë. Gjithsesi fati ju ndihmon, fatin do ta keni në anën tuaj. Dhe nuk tham energjit, kemi energjinë e shenjës shijetarit, kemi energjitë shenjave të ujit, kemi energjinë e shenjës së demit, akrepit, virgjëreshës, luanit, që jeni dhe ju vetë. Fati do t'ju ndihmoj gjatë kësaj periudhe për të parë, për të hapur sytë dhe për të parë mundësitë dhe ofertat që do t'ju jepen. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, por është diçka që keni bërë shumë durim në lidhje me diçka, me disa tensione që mund të keni pasur, ose me një sekret që ju mbani brenda vetes ose që do ta zbuloni. Gjithsesi, unë ju shoh që fati ju ndihmon në çfarë do lloj çështje dhe situate. Edhe në lidhje me shëndetin, për disa prej ju shoh që në fillim të javës së parë, ndoshta keni bërë shumë durim në lidhje me disa situata që keni pasur me shëndetin tuaj. Dhe shoh që bini të trishtuar, jeni përqendruar shumë te këto, edhe pse situatat mund mos kenë qenë të mira, ju përsëri ose mund të keni dhe të afërm kështu, të afërmit tuaj. Gjithsesi unë shoh që ju i shikoni gjërat më pozitivisht, po nuk shikoni mundësitë që ju vinë aty, ose diçka që t'ju çlirojë në lidhje me një situatë. Por fatin e keni në anën tuaj. Fati do t'ju ndihmoj si në lidhje me punën, me shëndetin, me situata, dokumentash, me udhëtime të ndryshme që dëshironi të bëni, por dhe në lidhje me sekrete të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, që është përsëri energjia e akrepit këtu. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës, ju shoh që ju largoheni, i lini mbrapa të gjitha situatat e vështira, ndoshta që ju kanë shtruar deri tani. Një njohje që mund të keni pas, një lidhje, një marrëdhënie që nuk ju ka shtruar emocionalisht dhe ju dëshironi të merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ju dëshironi që dielli të lindë për ju. Gjithsesi, unë shoh në momentin që të largoheni dhe të lini mbrapa këto situata, unë shoh që keni një takim me një person, do jeni duke festuar këtë takim që do bëni, por në fund të javës ju shoh që do mendoni se çfarë mund të bëni tjetër në lidhje me një dashuri, me një njohje ose lidhje. Për pjesën tjetër, shoh që largoheni nga çështjet dhe situatat të ndryshme që kanë lidhje me familjen, me shtëpinë, ose me situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat. Për një pjesë tjetër, dhe unë shoh që ju harrini të stabilizoni çfarë do lloj situate në mesin e javës 4. Por unë shoh në momentin që do të stabilizoni, ju do harrini edhe të festoni këto. Mund të keni dhe zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër. Është një mesjave ku ju mund të investoni në një shtëpi, mund të shkoni me pushime dhe aty të jeni duke festuar. Për pjesën tjetër, do stabilizoni punën tuaj dhe shoh që është diçka që vërtet do t'ju kënaqë dhe ju do ndjeni shumë mirë, do jeni më festiv gjatë kësaj periudhe, por këtë mund ta marrësh edhe një stabilitet ekonomik, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Në fund të javës shoh që ju keni bërë shumë, keni investuar shumë në një njohje ose në një lidhje, por ndjeni pak të pakënaqur dhe mendoni se çfarë mund të bëni tjetër në lidhje
me këtë person. Ose në rastin tjetër, mund të keni investuar shumë në një shtëpi, mund të jetë një pronë, një trashëgimi. Keni investuar, por ndjeni të pak kënaqur, dëshironi të bëni diçka tjetër, fillojnë lindin ide të reja gjatë kësaj periudhe. Dhe shoh që në fund të javës do jeni full ide në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Për disa prej jush keni arritur një lloj standardi në lidhje me anën ekonomike dhe tani mendoni se çfarë mund të bëni tjetër për të shtuar të ardhurat tuaja ose për të bërë diçka më mirë te puna juaj, por dhe në çështje dhe situata të ndryshme që ka lidhje me një shtëpi, me familjen, me një pronë, varet nga situatat që keni. Gjithsesi është një muaj fantastik sepse ju shoh në një dashuri të zjarrt këtu, shumë zjarr shoh, është një person i shoqërisë tuaj, shoh që ju do besoni te intuita juaj në lidhje me këtë person, do keni kundërshtim mendimesh më mbrapa, gjithsesi do t'i jepni drejtim, do jeni duke ndjek në mënyrë të fshehtë ose ju mund të zbuloni një sekret, ose ta mbani sekret këtë njohje ose këtë lidhje. Gjithsesi shoh që keni bërë durim në lidhje me çështje dhe situata nga e kaluara, por shoh që do keni mundësi oferta dhe fati ju ndihmon. Do të jepni drejtim gjithçkaje sepse është në energjinë e qendrës, emocioneve tuaja, njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve. Largoheni nga gjëra që ju kanë shtëruar dhe merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj dhe shoh një lloj stabiliteti por dhe festime, udhëtime por dhe pushime, por dhe investime në shtëpi ose një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Është një muaj fantastik, tham, dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin për këtë muaj. Atëherë shoh që do përballeni me disa pengesa, jemi te energjia e zjarrit, gjithsesi ju do t'ja dilni. Atëherë është do merrni vendime të rëndësishme, thjesht mos I bëni gjërat shpejt, thotë. Do jeni në lëvizje, ju do zini vendin që ju takon ose do pozicionojeni dhe kjo mund të ketë lidhje me karrierën, në familje, në shtëpi. Ju do pozicionojeni në vendin që vërtet ju takon. Dhe mirë është mos I zgjidhni gjërat në mënyrë të zjarrt, domethënë pak të zjarrt të vrrullshme. Por përdorni një formë tjetër, thotë. Gjithsesi është një periudhë, një muaj vendimesh në lidhje me ju do pozicionoheni vërtet aty ku dëshironi ju, sepse do keni shkëlqim, do keni sharm, ju shoh, jemi te karta e diellit këtu. Karta e luanit e të dashuruarve, por ju do harrini të jepni drejtim çfarë do lloj situate që keni. E rëndësishme është që mos I jepni drejtim gjërave në mënyrë pak të ashpër, doja të thoshja, në mënyrë pak të ashpër. Gjithsesi, ju shoh në lëvizje, ju shoh që do keni romanca, do keni flerte gjatë këtij muaji, por do keni edhe shumë pasion gjatë muajit korrik. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, muaj të mbar për të gjithë, por dhe një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dëgjojmë në videot e radhës.